Besoj e keni dëgjuar Hajrullah Qekun, që kur akuzohet për bllokimin që ka bërë Prishtinës, duke stopu secilin projekt me potencial transformimi për kryeqytetin, ky argumenton. Më tregoni çka kanë blloku. Sa herë që na është thënë po e bllokoni komunën, nga kushdo që e kemi marrë këtë kritik, akuzë, kam kërku një dëshmi, një dokument, një vendim. E mirë që po të tregoj qartë e thjeshtë se si, në një formë që s'është pa ndonjëherë, keni bërë ndërhyrje brutale, flagrante, ligjore për të ndaluar një projekt ekstremisht domethënës, për një mend transformim të një pjesë të qytetit. Bëhet fjalë për ndërtimin e nënkalimit në rrugën Agim Ramadani. Në këtë rrugë parashihet të ndërtohej një nënkalim i cili jo vetëm që do ta transformonte si pamje këtë pjesë, por do ta zgjidhte një problem të madh të trafikut. Këtu, në këtë nyje, shkaktohet një nga të llojit më të mëdha në trafik. Prandaj, projekti i nënkalimit do ta zgjidhte lehtësisht problemin. Sheshi do të vazhdojë e makinat do të kalonin poshtë nëpër nënkalimin e ri. Ky projekt u prezantua nga Përparim Rama edhe në Facebook më 24 prill 2024. Mbajeni mend datat se është e rëndësishme. Në këtë zonë ka disa objekte që futen në kuadër të mbrojtjes si objekte të trashëgimisë kulturore. Por sipas rregullores të vitit 2022, për përcaktimin e perimetrit dhe zonës së mbrojtjes të aseteve të trashëgimisë kulturore dhe politika për konservimin e zhvillimin e tyre, ndërtimi një nënkalimi në këtë pjesë nuk paraqiste kurfar problemi. Siç mund të shihet, nga rregullorja e vitit 2022, neni 13.4, në këto lloj zona janë të ndaluara. Ndërtimi i autostradave dhe rrugëve rajonale, ndërtimi i objekteve të larta dhe atyre që nuk janë në harmoni me ndërtesat ekzistuese, instalimet mbi tokësorë të furnizimit me energji elektrike, telekomunikacionit, transmetuesve digital e të tjerë, aktivitetet e ndërtimit që shkaktojnë shpëllzim, asgjësim ose ndotje mjedisore, stacionet e reja të karburantit, si dhe ndërtimet industriale, fabrikat apo zhvillimet të ngjashme. Gjithçka në rregull apo jo? Nënkalimet nuk ndalohen siç e thuat, pra mund të filloj puna. E jo, sepse Hajrullah Qeku, pasi e sheh projektin në Përparim Ramës, të publikuar në prill, çohet dhe me datën 17 tetor 2024, pra i njëjti vit, bën ndryshim të rregullores duke ia shtu edhe një pikë, edhe veç një pikë. Tash në rregulloren e ndryshuar, në nenin 31, përveç ndalesave që kishte rregulloria, shtohet edhe një e fundit, vetëm edhe një, e cila thot: ndalohet edhe ndërtimi i nën strukturave, pra i nënkalimeve, të tilla si sistemi i kullimit, bodrumet e parkingeve dhe strukturat ose shërbimet e thella nëntoksore të trashëgimia arkeologjike. Marrë shkas nga kjo pikë, e shtuar si nga qielli, e shtuar nga Hajrullah Qeku, puna për nënkalimin bllokohet. E zgjidhja e kësaj nyje nuk arrihet dot, sepse në këtë formë krejtësisht brutale. S'keni pa më herët. Qeku vendos të lërë qytetarët e Prishtinës pa këtë projekt kaq të rëndësishëm, me qëllimin e vetëm të pamundësimit kundërshtarit të tij politik që të realizojë projektet e premtuara e planifikuara. Daloni pak edhe mendojeni. Përkundër gjithë betejave të ashpra politike në Kosovë, a keni parë ndonjëherë? Apo a keni dëgjuar ju ndonjëherë diçka të tillë? Jo, sepse ky stil i shkeljes ligjit përmes ligjit qëndrueshor është zbulimi i fundit nga zotri Qeko. Ç'është edhe një herë ky? Sa herë që na është thënë po e bllokoni komunën, nga kushdo që e kemi marrë këtë kritik, akuzë, kam kërku një dëshmi, një dokument, një vendim. Që zotri Qeko, të tregova, e bashkë me ty edhe krejt qytetarët të Prishtinës, që ti sot nuk turprohesh me valë votën.